Në Gjirokastër, bimët medicinale dhe endemike tashmë janë mjaft të kërkuara nga turistët, kryesisht ata të huaj. Llojet e ndryshme të çajrave, levandrës, erza dhe produktet tradicionale shqiptare tërheqin interesimin e vizitorëve me shijen dhe aromën e veçantë. Në zemrën e pazarit karakteristik, Meti Qibini ka çelur një pikë me produkte bimore dhe medicinale, duke sjellë për turistët dhe vizitorët aromën e traditës nga zonat rurale të jugut. Bimët medicinale janë shumë të kërkuara, sidomos çaji e mali që është tradicionale e vendit, u rekomandojmë, edhe është dhe lavandra. Dhe lavandrën e rekomandoj edhe e kërkojnë edhe ka shumë kërkesa vetëm për gjërat që janë të vendit. Ne jemi në kontakt me turistat, jemi dhe në kontakt me mbledhësit që mbledhin çajrat, edhe thjesht e kam pak të vështirë që i mbledhin në male në për këto, po prapë harim edhe e plotësojmë tregun që njerëzit tu kërkojnë edhe turistat që vinë. Kemi mjaftueshëm çajra mali, kurse ka mungesë. Sfida më e madhe mbetet sigurimi i bimëve medicinale, pasi numri i mbledhësve në përfshatra po vjen gjithnjë në ulje. Në këtë drejtim, kultivuesit kërkojnë mbështetjen nga shteti nëpërmjet akordimit të subvencioneve. Nëpërmjet këtyre lloj aktivitetesh mundësohet promovimi i produkteve tradicionale në tregun turistik, si pjesë e identitetit të zonës së Gjirokastrës.